Një prekupim joni i përbashkët është çështja e daljes në treg të bizneseve sa i përket energjisë elektrike. Ne kemi punu prej ditës që na është ardhur vendimi ose njoftimi prej zyrës së rregullatorit të energjisë elektrike. E kemi taku edhe kryetarin e bordit këtu, e keni qenë një pjesë këgjo e madhe ju këtë që e keni taku. Kërkesa ka qenë që të shtyhet se s'është përgatit pari tregu, dhe zyti nuk është punu me biznesin, me përgatit biznesin për me dalë në tregun e lidh. Kemi dërgu shkres të gjykata të ndus personi që me dërgu në gjykatën kushtetuese, na kanë premtuar që janë duke punu juristat e tyne. Kemi dërgu kërkesë publike të zëreja, kemi dërgu kërkesë të zyra e kryeministrit që më ullë me zërejnë dhe me gjetë mënyrën, se ka mënyra, ka mekanizma, ka mundësi për më gjetë që me rujt biznesin, mos me sfidu biznesin, se është koha shumë e shkurt, ka ardhë, si me thonën, në një moment jo të mirë, jo vetëm për Kosovën, rajonin, po dhe për Evropën, se dihet që inflacionin më të madh i shkaktoi çmimi i energjisë elektrike, dhe nuk ka pas ndonjë reagim deri më sot, dhe ideja ishte që sot ulmi këtë së bashku dhe ta shohim se cilët do t'jenë të vendimi ose cilët do t'jenë hapat, se ne i përfaqësojmë, ne avokojmë për interesat e ju dhe jemi zëri ju pranë institucioneve vendit, mirë po dojmë, unë me shumicën për juve kum pas kontakt edhe përmes telefonit, vizita, takime në zyrën time. Mirë po, lëshmi që ta unifikojmë zërin gjithë ne i përfaqësues të sektorit privat që jemi dhe t'jemi një zëri kur t'i përfaqësojmë kërkesat e juve para institucioneve të vendit. Kështu që e ka dhënë fjalën edhe Skendës, për Sarkit, edhe me pas edhe juve, edhe të vim deri te një vendim se çka do të bëjmë në ditët e ardhshme, se një qëshori la ofru falikisht, sot dhe do ta i 12, jemi dhe 15 ditë përpara. Prania juaj këtu sot e tregon këtë, dhe arsyet se kemi ardhur deri në këtë situatë është mos përgatitje për një terren të tillë, se ne kemi thënë vazhdimisht që nuk kemi kundër liberalizimit të tregut. Mirë, por liberalizimi i tregut duhet të bëhet me përgatitje. Pra asnjëri akter në sektorin energjetik nuk është i gatshëm për ta implementuar një gjë të tillë. Bizneset nuk e kanë pasur kohën e mjaftueshme për të përgatitur një gjë të tillë, ndërkohë që pritën të ketë çmime 2 fish apo në rastin të caktuar edhe 3 fish. Pra, po biznesi është në linjën e parë të frontit sepse afektohet i pari, mirë po ky ndikim nuk do të jetë vetëm te biznesi, ky ndikim do të jetë në gjithë shoqërinë kosovare. Dhe ta vësh ekonominë para një kolapsi, se e quaj me të drejtë kolaps, sepse secili nga ju e dini se çfarë efekti do të ketë një rritje kaq e madhe e çmimit në secilin prej bizneseve tuaja. Dhe kjo e vendos para jeta vdekjen një biznes, se kjo nuk duhet të lejohet, sepse ka mënyra për të kaluar. Duhet një dialog, duhet një bashkëbisedim me institucionet qeveritare. Ne kemi parë disa deklarata nga zëreja dje, e cila e ka hudhur disi topin të institucionet qeveritare, sepse me një subvencionim për 50 milion, do të thotë të kalojë kjo sfidë dhe të fillojë me të vërtetë të ndërtohet një task force ku do të përfshihet edhe sektori privat, edhe aktorët e energjisë që të përgatitet tregu për liberalizimin e tregut. Efortu për rritjen e prodhimit, sepse aty është një nga sfidat kryesore, të lejohet investimin në energji të ripërtritshme, sepse aty është edhe strategjia energjetike e vendit, të jepen licencet, mos të ketë vonesat e tilla, dhe të ketë një qasje më proaktive me sektorin privat, sepse në fundit është sektori privat ai që e mban shtetin. Pra ekonomia është akteri kryesor në shtet. Dhe nëse shikohet me kaq pamëshirë ndoshta dhe me një lloj mos respekti, atëherë kjo e vendos edhe shtyllën e shtetit në pikpyetje. Prandaj unë bëj thirrje institucioneve qeveritare që të ulen me sektorin privat, ne jemi të gatshëm për dialog, të japin zgjidhje se si të kalojmë një gjë të tillë,
sepse prap jemi para një situate ku nuk do të mund të kalohet. Shumica biznese nuk mund të mbajnë një barë të tillë dhe kjo do të ketë efekte katastrofale për ekonominë e vendit. Besarbin e kemi prej odës amerikane, Arianin e kemi në Amerikë, Besarbi është zavendës. Në kryetari Borgji. Në kryetari Borgji. Përshëndetje të gjitha, atëherë kolegë përmendën të lashët që do t'i kemë bizneset me rritjen e çmimeve. Ne si odë amerikane nuk kemi kundër liberalizimit të tregut, ose tregut lirë të energjisë, po ky treg duhet të jetë konkurrues. Edhe na mendojmë që kushtet aktuale në vend nuk janë edhe nuk i përshtaten këtij vendimi që të mirret me kaq shpejtësi. Duhet spaku 3 të jenë spaku 3 furnitor funksional, duhet me punu shumë në det që me qenë pjesa e legjislacionit dytësor për investime në energji elektrike, edhe vendosja e mekanizmave mbrojtës sa i përket stabilitetit çmimeve. Kështu që unë nuk po ma shumë kishte qenë mirë me ndëgju ndoshta edhe pjesën se që si hyrje, se do t'i dëgjojmë edhe ankesat edhe propozimet e ju. Prej odës Gjermane, zave zyrtërish. Faleminderit shumë për mundësinë që të bashkohemi së bashku për të diskutuar këtë çështje. Edhe qëndrimi i odës Gjermane është po ashtu në përkrahje në liberalizimin e tregut të energjisë, por sigurisht me mekanizma mbështetës ndaj biznesit, edhe sigurisht ndaj një tregu të lirë, edhe për këtu besoj bashkohemi të gjithë së bashku, kështu që diçka tjetër nuk kam përshtuar.